Një vajzë 4 vjeçare ka vdekur, ndërsa 3 persona të tjerë pësuan lëndime të rënda trupore në aksidentin rrugor që ndodhi të dielën pasdite në një rrugë lokale mes fshatit Patishkarek dhe fshatit Osinça, në rajonin e Shkupit. Shoferi i veturës Volkswagen Golf i moshës 19 vjeçare që shkaktoi aksidentin është privuar nga liria. MPB sqaron se në aksident lëndime të rënda trupore ka pësuar një pasagjere e mitur nga vetura Mercedes, e cila është dërguar në spitalin e përgjithshëm të qytetit Naumi i Ohrit, ku ka ndëruar jetë. Mjeku ka konstatuar vdekjen, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerës është dërguar për autopsi. Lëndime trupore ka pësuar edhe shoferi me inicialet FA, pasagerja RA 24 vjeç dhe një pasagjere tjetër e mitur, të dyja nga Shkupi. Lëndimet e të cilave janë konstatuar në spitalin e përgjithshëm Naumi i Ohrit, si dhe shoferi me inicialet UO, i cili është trajtuar në kompleksin e klinikave Nëna Tereza.